Në kohën kur dukej se Kosova po shkon në drejt formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, procesi zgjedhor u kthye disa hapa prapa. Zbulimi i mospërputhjeve serioze në votat e kandidatëve për deputet e detyroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të marrë vendim për rinumërim të plotë të gjitha votave në vend votimet e rregullta. Kryesuesi i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, tha se të gjeturat do t'i adresojnë në prokurorinë e shtetit. Sot para mbledhjes së KQZ-s, ky raport është diskutuar në mbledhjen e Këshillit për Operacione Zgjedhore, nga ku ka ndalur 2 rekomandime kryesore. Rinumërimi i të gjitha vendvotimeve edhe për 28 komuna të tjera, ndërprerja e mandatit për përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Prizrenit. Në fund, në emër të KQZ-s, ritheksojmë se gjetjet nga procesi i rinumërimit do t'i adresojmë në prokurorinë e shtetit dhe në të njëjtën kohë ofrojmë bashkëpunimin e plot institucional në procesin hetimor. Ndryshimi në numrin e votave të kandidatëve për rinumërim, Radoniqi tha se tregon se procesi i numërimit të votave të kandidatëve brenda subjekteve politike ka pasur pasaktësi. Ndryshimi në numrin e votave të kandidatëve pas rinumërimit tregon se procesi i numërimit të votave të kandidatëve brenda subjekteve politike ka pasur pasaktësi. Analiza numerike e veçon komunën e Prizrenit si rastin më ekstrem. Pas rinumërimit në QNR të komunës së Prizrenit janë zbritur nga rezultati 20.323 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në qendrën komunale të numërimit të Prizrenit. Po ashtu, pas numërimit u janë shtuar 16.366 vota kandidatëve, të cilët nuk ishin regjistruar sakt në qendrën komunale të numërimit. Megjithatë, në komunat tjera të rinumëruara nuk vërehen dallime të mëdha në votat e kandidatëve. Ndryshimet përfshin gabime eventuale të regjistrimit të votave të kandidatëve dhe shtimin e votave si rezultat i rivlerësimit të fletvotimeve të pavlefshme. Por në vendvotime të caktuara janë evidente ndryshime të mëdha tek disa kandidatë. Për vëzhguesit e proceseve zgjedhore dhe zhvillime politike në Kosovë, ky vendim ishte i domosdoshëm për mbrojtjen e integrititetit të votës, por njëkohësisht hap rrezikun e vonesave të gjata procedurale dhe të një krize të mundshme institucionale.